menaxhon me toksat tona dhe me gjithçka që lidhet me mirëqenien tonë dhe jo vetëm. Dhe prej saj dalin institucione tjera të cilat ne i quajmë të pavarura, por se sa janë të pavarura është temë tjetër që nuk po du me diskutu këtu, as po më intereson të drejtën. Mirë po, zyra regulatorit për energji është kryer kvot në këtë rast, dhe jo vetëm këtë rast, edhe në rritjet e fundit të energjisë elektrike në shërbim të operatorëve të cilët shesin energji elektrike në Kosovë. Ne mundemi tash me fillu me terma shkencore dhe me fillu me ekspertizën që ti po e jap. Ndoshta edhe ka një sens logjike sikur paga mesatare ose hajde themi paga minimale në vendin tonë të ishte 500 euro. Atëherë ndoshta kishon shprehje ky niveli debatit cilin ti po e shtron këtu. Por ne jemi ka folim ose jemi ka diskutojmë për mbijetesën e një pjese të madhe të shoqërisë. Që nga biznesi mesëm, e deri te bizneset e vogla, e deri te ekonomitë familjare, e kam pothuajse të pamundur për përballimin e këtyre tarifave. Dhe duke qenë kështu, kush jep përgjegjësi? Do të kush është ai institucion i cili mund të pranoj që ta ketë një shoqëri të varfër, e cila me punën dhe tyrat që i merr paguan energji elektrike, mund të jetë te një e pesta, por mund të shkojë edhe te një e dyta ose shumica e pagës të shkojnë në energji elektrike një familje, sepse ne jemi dëshmitar që sidomos vitin e kaluar kemi parë faturat e energjisë elektrike me 300 e 400 euro që i kanë shku një familje. Andaj këtu dikush duhet të ndërhyjë. Dhe ne si qytetarë këtë e kërkojmë. Neve nuk na interesojnë as edhe një fije tregje ndërkombëtare. Pavarësisht se kemi informata, për shembull ne që jetojmë, që jemi pak në këtë jetën publike, normalisht që shpletojmë, nuk është të problem të marrim informatën, ashtu siç kemi informatën që Keci dhe Kesko sa e blejnë energjinë elektrike prej Kikut. 36 euro megawatt, po. Do të thotë si ka mundësi që të ndodhë kjo? Do të thotë ne blejmë energji prej produsit ton me 30-36 euro, ndërsa importojmë me çmim 90-100 euro edhe apo sa përcaktohen çmimet e tregut ndërkombëtar. Po tregjet ndërkombëtare. Sa është Keku? Tregjet ndërkombëtare nuk e bojnë vlerësimin e çmimit bazuar në sa po prodhon. Nuk ka raport të drejtë ndërmjet kështu sa po blejmë brenda dhe sa po blejmë jashtë. Janë dy kompani të ndara. Keku shet rryma, po. Po. Dhe ka kontratë me Kecin. Po, nëse Keku kish me rrit në çmimin, atëherë kjo apet ish. Nëse Keku kish me rrit çmimin, ish pasqyruar në faturat qytetarit në fund. Jo tregojeni që nuk ish pasqyruar hiç në faturat. Çepse jo. Nëse Keku kish me rrit çmimin, Keku kish me bëj investime në termocentrale për cilat ne po diskutojmë, edhe po flasim tash sa vjet dhe nuk e kemi as një investim të vet. Pra ne i kemi qep vitet e 60 termocentralet, në cilat vetëm në mënyrë provizore investohet sa për të mbetur në këmbë. Apo. Dhe atëherë, cila është rruga që të përmirësohet cilësia edhe komplet funksionimi këtyre termocentraleve? Janë investimet. Dhe nëse janë investimet, atëherë nëse flasim edhe në terma ekonomik, atëherë hajde të shohim që ne qytetarët e Kosovës, nëse me vërtet po duam të kontribuojmë, tash po tregoj ku po dalë, sepse nuk po duam me rrit çmimin. Nuk jam i sigurt që protestues do të më kërku që Keku me shit rrymë më shtret. Unë si protestues kërkoj që prodhimi im vendor të jetë i trajtuar pak më mirë, sepse mjetet të cilat do të paguhen prej meje do të mbesin në Kosovë. Do të thotë kjo është kërkesa ime bazike. Që ku po do të dalë me këtë kërkesë? Edhe sikur ne të jemi dakord në rritjen e këtij çmimi. Do të thotë, le të themi në rregull 15% është e pamundur të mos rritet. Cili është plani pastaj? Kush na garanton ne që ne do të kemi energji elektrike 24 orë? Do të ne me gjithë këto importe që i bën Keci dhe Kesko. Fund vitin e kaluam dhe këtë fillim viti, ne jemi ballafaqur me reduktime enorme të energjisë elektrike. Do të thotë ka qytete e fshatra që deri në 12 orë nuk kanë pas energji elektrike. Dhe cili është plani? Do të a ka dalë një herë dikush se jemi te pika konsultive publike, qoftë prej Kecit, qoftë prej Keskos, qoftë edhe prej ZRR-s, pasi që është bërë mekanizëm duart e tyre, të na thotë neve si qytetar që me këtë rritje të këtyre çmimeve
ne do të kemi këto investime të cilat do ta përmirësojnë edhe vetë, le të themi, sistemin e energjisë elektrike, transmisionin e këto. Do të asnjëra prej këtyre nuk ka ndodhur. Dhe është komplet proces jo transparent, por është komplet i paqartë. Thjesht është gjuhë dikush në mëngjes dhe i ka bërë 3 kërkesa, ka dërguar tek. Kjo është bindja jonë. Tani ne mund të jemi gabum. Në fakt, e kam një pyetje. Ju e përmendët reduktimin e energjisë elektrike. Çka nëse nuk rritet çmimi i rrymës elektrike, edhe mandej fillon reduktimi i energjisë elektrike. A ka kjo, a mund të ketë kjo një shkak pasojë kështu? Nëse nuk rritet çmimi, mandej do të kemi reduktime. Po neve na u tha